Ky emision mundësohet nga Oliva. Mirëmbrëma ju themi edhe sonte, krejt juve miq të televizionit TV1 që çdo herë jeni para ekranit e përshëqëroni bashkë me emisionin Një natë, por ai që keni pas një vikend të këndshëm e me plot energji pozitive, po nisim edhe këtë javë bashkë me mysafir të ftuar në studio, nuk po e zbuloj se kë kemi sonte, por e kemi nga fusha e artit. Do të flasim shumë çka përtej punës, përtej angazhimeve, jeta private, gjithçka tjetër. Nuk ka më mungu as edhe materialin që na sjell Arta prej terrenit, te muzikë të mirë nga Miloti dhe Orgese. Para se të nis këtë natë bashkë, një falendrim për partnerët tanë që janë pjesë e pandashme e këtij rrugtimi. Është Telkos, dashni në lidhje të parë si dhe Oliva shampon, me përmbajtje të proteinave dhe vitaminave ushqyese, ushqen flokun dhe lëkurën e trupit, duke i mbajtur të lemuara dhe me plot shkëlqim. Në këto momente, krejt vëmendja nga performanca e parë për sonte. Te kalaja e Ulqini, të takova parën e herë, prej dashnis dhe mallëngjimi, të kërkova dhe një herë. Sa shumë vite kanë kaluar, të drejtas ti kujtoj, for kjo zemër e lënduar, asnjëherë nuk të harroj, s'të harroj. Valët për qafojnë galan, sikur mua ti dikur, preja di që ne undam, që të si nuk gjeta kur. Sigur dhe ti valë, jeta ime s'ka qëtësi, zemrën time ta kam falë, pse na dënove Zot, ishim të ri. Te kalaja e Ulqini, të takova parën e herë, prej dashnis dhe mallëngjimi, të kërkova dhe një herë. Sa shumë vite kanë kaluar, s'kam të drejtas ti kujtoj, por kjo zemër e lënduar, asnjëherë nuk të harroj, s'të harroj. Tjeta shton ka laporin, në ndëroj në ardhmërin, për qafuar i mbigur, sikur ne e dikur. E sa ka kjo jetë, që i prend nuk din as vetë, se ka rënë dashuri, mos i lëndo o Zot, se janë të ri. Pas kësaj performance, shkoha që më ndjek edhe materialin e parë që na sjell Arta prej terrenit, të shohim se çfarë ka përgatit kësaj radhe. Kulla kom dëgju, se ka diçka me mane, kulla kem me njëra janë për fëmijë, se vetë jo lodrat, ata vetë lodër janë. Po nëse i shkërë po tash në rritët, asa i kanë kalu, se po. Nëse e plëtësë këtë dëshirët, ata jesin pasiv, to leta din kretë. Nëse si plëtësën, hecin. Me ti kom shkollu të gjithë. Edhe jam i knaqët. Ju kom bled e dikon, s'pa thamë që po plëtësisht jo nështë. Po dhe kukta nuk ka do kë interesant që shtepër. Po mirë, 8.000
Duhet me konë, se a i vetë e ko mbush në sisuj. Po, e kemi po në rrjetet sociale, në Instagram, ku do trigu për na ofron gjithçka. Nuk e di prej çka prodhohet, qysh. Ama nuk e di, nuk është mirë me marrë çka do që shen në reklam, se janë me materialet ndryshme, dhe me thonë për punune, janë edhe pimbetorina lodrat për punune dhe janë kancerogjene, kështu që se kisha propozu, nuk duhet gjithçka që shumë virale ata e bojnë reklam. E bojnë për veti, e bojnë për m'ju pagu reklama. Kështu që jo veç këtë kukull, po shumë sene virale janë të pavërteta. Ajo Instagram, është TikTok, që kanë përfitime faqet. Kështu që unë fëmijë nuk kam, po si kisha ble fëmijës tem. Blogerët janë pagu pikë kësaj firme për çat arsye dhe reklamojnë për me pas shitje. Kjo është arsyeja, blogere, influencere, çfarë do që është. Jo, s'kam ndaj farë simpatie ndaj lodrave, sidomos që është për hap kancere në plastika kineze që janë përpunune prej mbeturina, që plot i ki dyqanet më të lira, që edhe me gjatë që edhe me pas fëmijë, unë nuk i blej fëmijës një euro lodër. Nuk, se edhe pse ju blejmë lodrat, e shumë me telekomand të lujtë. A vëden, s'ki pse nëzën banesën ose aty ku jeton me lodrat pa vlefshme, pa nevojshme dhe jo të shëndetshme. Jo, se kom pa. Jo, si e frekshme. A mendon se kështë përdorë si aksesor? Jo, valla. Pse? Diqysh e frekshme shumë. Nëse do ja u kërkonin fëmija, ja u kështë. Se di. Edhe pse pak e frekshme, ndoshta, a mendon që gjithçka që a bëhet virale në internet do gjithçka? Jo, s'mendoj ashtu. Çfarë mendimi ki për gjithçka që po del virale dhe krejt e përdorin me njëherë? Se di, unë s'jam me pajtimet. Jo, se plak, s'mera me kësë seni heq. A ju? Jo, kësha ble, po se kom pa, si më interesua me telefon s'mera. Mera me shpërin, familja, kështu nuk di me këtë seni. Ja, blem që. Jo, veç për kështë ble. A të kishë pëlqy zamër? Në ndërume do me thonë, ajo kishë ble nëse i kishë Po. Pa i mos s'mija sa ma të vogje që se din forte, kur të rritën pak ma të ma i kuptojnë si këqyri. Sa e ma të vogël e këqyri. Jemi pra bashk në studio, është koha që me realizu edhe intervistën për sonte, vetë se u zbulua se kush është një aktor që e duam gjithë, gëzon një farë dashnie dhe një respekt edhe nëse nuk ka qenë shumë dështë i pranishëm në skenë, një aktor prej roleve të ndryshme për teatr, për filmin, për serialin, do të flasim edhe me rolin e fundit të tij që ka marrë zemrat kështu të shikuesve dhe është bërë pjesë e çdo shtëpie shqiptare përmes serialit Bashkallajk me rolin e Mutalibit, Xhevdet Jasharin e kemi këtu sonte. Xhevdet, faleminderit shumë edhe kënaqësi e madhe me ju pas. Faleminderit edhe juve, kënaqësi edhe për mua. Edhe e mira është se intervistën e pare e jap në televizionin ku ha bukë. Dhe më vjen mirë dhe më kanë pritë shumë mirë dhe ta shojmë ta qysh ka me shku. Xhevdet, kemi me folë shumë tema, shumë edhe pjesën e Bashkallajkut padyshim që nuk mundi me lon anash, po du me ditë po, nuk e donë shumë intervista. Nuk e me dëgju shumë mati kështu për Xhevdeti, nuk e qenë shumë aktiv. Qysh ke qenë me vetën kështu gjatë kësaj periudhe, çka ke bo? Ke qenë mirë? Të ka mungu afërsia me publikun? Shumë, sigurisht më ka mungu shumë. Edhe pak e kom bo vetë, edhe pak nisi me mungu edhe fal Ardi Islamit, kolegës tim, skenaristit të serialit. Unë atë respektoj për profesionin edhe për njeri unë që ka. është i vetëmi që ja pranoj në profesion, ndër shqiptarë, se unë nuk e pranoj shumë kollaj, pa ati ja pranoj, edhe ja pranoj publikistis tu, po edhe i besoj në atë punën që bënë. Dhe me thënë punën që e jepaj, që shkruan në këtë rast të serialit, ai më thiri tha, hajde tha mos rikot, mos e zgat ma shumë, se e zgat e tepër. Do këtë ja ka qëllu bashkë në kohën e duhur, Xhevdet, kër e ke ndjedhe ti të nevajshme? Unë e kam gjenë ndashta ma herët, a më kam pas frikë.
Dhe me thënë se ishtë ende jeton të Arif Hikmetin, ajo nuk shlyet gjatë ko do jetoje të njerëzit, po edhe kisha edhe vetë siklet, thosha pritë nde. Masi më përshëndesin akoma njerëzit prej në makina, ai shkon për në Shkup, unë shkoj për në Tetov, edhe më përshëndet prej andej, ku më njifni, si më njifni. Dhe me thënë, ndikoj shumë Arif Hikmetin në publik, edhe kisha shpres edhe deshta që ta harojnë pak Arif Hikmetin për me kalun një personazh të ri, edhe në diskutim me Ardin, thasha, e din që unë besoj ty Ard, edhe a jeje i sigurt se duhet me njës tash. Tha po, i sigurt qëm edhe prandaj hajde. Edhe sinqerisht unë e kom ndjek serialin edhe kështu, edhe ndiqa prej kur nisëm t'i bëjmë muhabetet me Ardin, e kom ndjek, edhe duket se edhe qatë fat e kom, se mu më ndjekën fati. Është një shok i jem, thot, ty e në gjytë mëngjes kur qohen, se Zoti u ka dhanë urdhën, edhe veç ndjekin truin. Mos këtu, mos atje, edhe kret fat, jetën edhe këtu pata prap fat, edhe hyna në momentin e duhun, në kohën e duhun, edhe me skenar duhun, edhe me rol duhun. Edhe më kam prit shumë mirë publiku, me atë sa kum pa, se edhe ne aktorët bojna kishe nuk shohin, po ishin shohin. Gënjen kushtot se jo, i shohin edhe komentet e këqia edhe komentet e mira, po kas kush nuk është i përkryin, po kur shumica janë të knaqun, atëre nuk bën me ullë kokën. A ishe kështu skeptik me ndonjë moment, Gjevdet, a i ullë kështu me vetën e me thonë? Sinqerisht, unë shumë mendoj, para se me nisin. Nuk kum gabu në ashta kësi në qyshe kum ndërtu rolin në raste caktume, po nuk kum gabu në atë vendimin që kum ma. Qysh ka shku roli, a është përqy, as është përqy, është tjetër send, po i kum hy punës me paramendim, nuk i kum hy punës me padije. Pyte, që ke bo? Nja 5 vjetë kam qenë në Gjermani, u largova prej profesionit krejt, edhe ka fundi nisi me mungu shumë, edhe kam nis me pa ëndra, që shlujnë teatr, që shlujnë film, që shlujnë andaj, do me thonë, kanë qenë një mujt ditë. Gjdo natë shifësha vetën, një natë para kamerës, një natë në teatr, të luj, të e haru tekstin, siklete, më kapi shumë dëshira. A unë dhash edhe durheqin teatr, dola këshu me paramendim, edhe miru thash, unë ju pruna këtu, po unë du me shku prap, me u këthy. Edhe të dytë ma kam bo me njerë, njëtën ko, që ku e kje derën, mundesh me mbyll prej jashtë, punë e mbarë qoftë, mos u mërzit për ne ish, edhe jam këty, teatrën kam prit me njerë, se ka qenë shumë rëndë për me u rikëthy, për me të pranu prap me vendim. Po, sepse 5 vite nuk jom paka. Po, edhe kam hy, edhe kam luj me njerë, e kam pat një rol kryesor në teatrin shqiptar në Shkup, më kam prit mas miri që mundet, se unë pak i lasdrum, ja. Në qëfar kuftime? Edhe pak vëmendjen e dua, edhe pak du të më duan krejt. Haroj se duhet edhe unë ta kaloj dashurin të tjerët. Dikujt veç i shkon ashtu, Gjevdet, në duket ju e keni ashtu ja, nuk janë krejt njëjtë. Po ju e keni. Pak ma shumë akuzoj vetën, se më duket që jam ndërtralët që du veç vëmendje, du veç dashuri, edhe haroj. E që tash të thëmë krejtve, ato që më duhen i du edhe unë, po haroj të vashprehi. Kam lujt 2 filma gjatë kohës, sa u hap pandemia,
njën në Shkup edhe njën në Bosnje. Kam luaj me një serial tjetër, të Shajbe të folë një sezon, edhe tash Ja ku jeni? Prat një pauzë edhe tash ja ku jemi edhe shpresoj për me jetu gjatë personazhi që ka shkruaj Ardi Islami. Gjevdet, dashnia është dashni, na jemi të bomë për një tjetërën, qështu thate Vidja? Herën e kalume në epizodin e fundit. Jo jeni të bomë për një tjetërën. Të regëm Mutalibi që shpo ndjehet me raportin me të Vidën. Pa tjetër e kom ndje mirë shumë. Sepse ne po vdesim. Butrintin e kom ndjek edhe jam fan si Butrintit. Do me thone, të kryetari ka bo shumë rol të mirë, edhe të Vidja ka shumë rol të mirë që më ndimon mas shumë din botë. Do me thonë, është shumë rëndë për me u fut me një... Unë e kujtoj të Osamira, kur vinte në një aktor i ri, edhe që shë pritë qim ne. Edhe ditën e parë që ku marrë tu, thash, ba tregova. Mos më pritë një si kemi pritë ne, ato tjerët, po më pritë një pak ma mirë, mos ashtu. Se i disë që shpritën. Amo më kanë pritë shumë mirë edhe... A di qka? Zotit ta falë jo talentin. Zotit falë diçka tjetër. Zotit falë energjin pozitive. Zotit ta falë atë... bukurin, energjin e bukur prej mrenda. Edhe ti kur e ke këtë, atër automatikisht ti je i shpërlar prej komplekseve, frustracioneve, edhe nuk t'intereson se kush qka ka thonë. Jo qka mendon, kush qka ka thonë. Se qka mendon as kuj nuk i intereson, po kush qka ka thonë, sa ma larg energjisë negative qa që ma mirë është. Unë e thash edhe pak para, ne duhet natën, kur shkojmë në flejmë, ti mendojmë se në të këqia, edhe kur të zgjohena, që aty në shtratë, në rjastok i fut që aty, edhe dilë se cili njeri ka gajlet edhe i ka problemet e veta, po sa që ishtë në këtë kohë ku është shumë rëndë me përballë jetën. Po, shpresoj se gjithë shka do kaloje mas miri. Po me pozitivitet. Okej, me energji të mirë. Me energji pozitiv. E përmende pjesën talentin edhe puna normale vazhdueshme që veç duhet me u bo. Gjevdet, cila me ndonë ma shumë përqindje ma të madhe ka kështu efekt për me mbri edhe për me i arrit ato sukseset ose mos them majat e një pune. Të jo, si Gjevdet, talenti? Inati. Inati? Inati pozitiv, apet. Sigurisht inati për do me thënë, o dë mbri o së mbri. Ambicjet? Jo, jeni ambicios. Shumë jam ambicios. Po nuk jam ambicios i shfrenum. Do me thënë, unë e di ku e kam betet. Edhe, apo unë jam punëtor manjak në punë. Do me thënë, atë punë që e marrë dhe nuk ka s'ka trend që ma ndalon, s'ka mur që ma ndalon. Do me thënë, i provoj krejt mënyrat, jo me shkel, po e di se qka kulumtoj, punoj edhe punoj me inatë shumë. Po se pate këtë inatin, të shkelin. Inatin e punës, dhe me thënë, dëshirën e madhe. Dëshira e madhe kthehet në inatë. Po ambicios lëku nëse së është të shkot. Sidomos në pjesën, po mendoj disa profesioni janë bajegit të vrazhda, si që është edhe pjesa aktrimit, shumë inate, shumë gjelozi, bryla, pika pas shpinës. Po, ka. Kështu që ne i dim që shveç funksionon edhe pjesa e artit, edhe në teatr, edhe në filme, në seriale, tashme veç që mbo dhe shumë seriale të ndryshme, filma, projekte, aktor të ri, Besa Gjevdet, që shpo do këtë kështu a i këqyre dhe punë të kolegëve tjerë, se qka po bojnë edhe apo të pëlqenjë, qka jënë të bo? Fatë mirësisht, kombion, shqiptar gjithandej, po saqërisht Kosova, ka shumë kapacitet aktoresk, aktor, kolegë të mirë që janë shumë të mirë. Apo do këtë që jënë të dalë shumë ajo? Aktor, apo do këtë që jënë të dalë shumë aktor, apo me vërtet për janë aktor? Ku ka shumë, ani se ka edhe të këqi, po ku ka shumë, ka edhe të mirë shumë. Dhe me thonë, përqindja ma e madhe është e aty në që se
konkurenca e bën veten. Kur s'ke konkurencë është shumë keq. Kur s'ndjen konkurencë. E këtu shifet ajo që ka konkurencë, ka dashni për këtë zanat edhe ka shumë aktor të mirë. Edhe kjo e bën për me luftu të gjithë, se luftësh, për në momentin që kryen akademin ti, hyn direkt në front edhe duhet përballesh. Po, une edhe aktorëve matri edhe kolegëve të mi matri u kësha thonë një sugjerim, një send prej meje ta kenë, në momentin që ti meresh me tjerët, ti e ke haru vetë vetën. As bën hiç me haru vetë vetën. Duhesh mu marrë veç me vetë vetën. Kush, çka ka thonë? Pastaj, a e din kush meret me tjerët? Ato që s'kan punë. Unë kom pas vakët shumë mu marrë me tjerët. A je marrë? 5 vjetë. Pak e hecë, Unë jam pak ekstrem në këtë zanat. Urej aktor dobët, edhe i dashuroj aktor të mi. Edhe s'kam ashtë në gjuhë hiq, pastaj vjen keq pse ja tham, po unë ja u tham në sy. Je i drejt për drejt, po. I drejt për drejt jam se shumë e du këtë zanat. Edhe jam s'du as një send ma shumë se këtë zanat. Në më thënë, kjo është e para, ka disa vende të lira, pastaj i du gjanat tjera. Që ajo më bën edhe pak mos me pas ashtë në gjuhë. Edhe, ja, pastaj du shpro, vjen keq pse e kom thënë, po... Po, din edhe me u keq kuptu krejt kjo pjesa që është veç mundesh me qenë shumë i drejt për drejt, pastaj janë edhe raportet me kolegë, na kemi pas mundësimi pa edhe foto në ndërkohë me kolegë të ndryshëm, ndër vite, momentet bukura, gjithçka tjetër që veç i vendosin këto në pas meje, po du me të kjo pjesa që veç mbetëm, raportin me kolegin atët, je i drejt për drejt, që ke pas ndër vite, Gjevdet, raportin me kolegë, a ke atër mbetje me dikë? Jo, s'kam atër mbetje, ma s'kam tiq. Thash, do me thonë, unë atë që dua, e dua. Unë i dua aktorët e mirë. Edhe, ku të më shifni me këtë, nëse më shifni me aktor, ta di se në basi i kom bo, jo nëse më ke pa blisk, shu e kom taku edhe më ka kap fotoja e është qëtërsin. Amo nëse ri me qëta, ta di që është aktor i mirë shumë. Edhe e du, unë aktorin e mirë e du. Që, shembull konkret. Me Donatin njifem që 100 vjetë, edhe du, edhe e kom loqk. Edhe sot jeni prap bashk në pjesën e bashkallajkut, po. Në ekip jam me ketë që i njof, edhe që i kom dasht. Pjesë, pa dushim, rrugtimit të nja dhe disa fatë të tjera veç po shkojnë tutje, me plot aktor tjerë, po hajde kur jemi sot, nëse veç e bën krahasimin, Gjevdet kur veç ke fillu, më marrë me aktre, me di që ëndër rrytja e femiris, ambicit mëdhaja, ke luftu fort, edhe ja ku je sot, nëse bën krahasimin me aktorët e rinë që po dalin sot dita ditës, ku ju duen kështu dritare të reja me hy në projektet ndryshme, mirë që po ka projekte që veç edhe mi marrë, mi bo pjesë atyre projekteve aktorët të rinë, po du me ditë, kur e bënë këtë dalimin, sot janë largë pamës, kanë ambicje... Shif, unë e mendoj se sot aktor për me qenë është shumë ranë. Këto e kanë shumë maranë se sa unë. Unë kur kam qenë s'ka pas TikTok. Kur kam qenë unë s'ka pas TikTok. Po. Në më thënë se TikTok i ka bërë gjithë. Tash me TikTok, gjdo majmuni vjen shprehje. Në Facebook ma para ishte luftojsha me mullit e erës, i thonë asaj, qysh mundet me dhanë mendim një njerë që nuk ka lidhje me, amo ti s'mundesh me ndalë. E nëzirë, e që e hapën Facebookun edhe e shef një ignorant, një debili, edhe ajë ta jep mendimin. Kofti mirë, kofti keq. Do më thonë edhe mendimin e mirë nuk e du prej debilit. Prej ati që
që s'ka lidhje me këtë zanat. Tash është TikToku ku del ftyra e çdo njani që bëhet aktor, bëhet çka mos, është luftë shumë e madhe, është e kanë shumë maran tash aktorët, po nëse u alon vendin, unë s'kam çka ju bëj. Ato nuk duhet miren me ato. Ato duhet i miren kësaj punës që duhet edhe duhet luftojnë. Lufta shumë më e madhe është tash e aktorëve të rinj që vinë. Se sa atëherë. Se sa atëherë. Unë e kam pas pak ma letë se sa ato. Amo prap unë nuk jum nalë. Po. Asnjëherë nuk bën me u nalë. Nëse veç ja kem sy. Po. Shumë, e vërtet, kërëmi të pjesa e kështu raporteve, gjithet ke pas edhe përkraje prej njerëzve, shumë të figurave publike, po them kështu edhe pjesës e artit, po shojmë edhe foto, në ndërkohë ke miq të vjetër që po besoj të këthe që me ata që ri e di që i du fort, kështu që me gjas kanë qenë një përkraje shumë e madhe ytja, në momentet mira, të vështira. Unë thash, unë fat kom pas njetë. Do me thonë, unë jam edhe kom pas edhe kam edhe shpresoj e lusë zotin që të kem, vazhdoj e qaj fat. Po, është një fjale bosnjakve, thot, nan, lindëm gjumë në, hudëm në, kur të më lindish, hudëm në kosht në beturinave, nëse kam fat, mos u mërzit. Do me thonë, unë nuk më ka hudhë nana në kosht në beturinave, po fat kom pas njetë, edhe, e din shka, është edhe merite e zotit që ma ka dhonë mu energjinë. E ytja, merite ytja, po. Unë ma askon nuk kom, në asë një shoshni, unë nuk kom, s'kom vezvese se qysh me ndonë, a i për mu qysh s'me ndonë. Unë hy edhe hy, që nëse më pranojnë, nuk ka njerë që e duhen krejt. Po, energjia pozitive shumë vetëve vandryshon mendimin. Se kur qefajnë foto, thotë, qyfe qa, edhe unë tash se du Gjevdetin kur e shoh. Që këto dy matë mirë janë, matë lezeshëm. Që sa negativ që më duket. Që më rëpëthu? Po, thonë, veç këshu paragjikim, nëse unë e kom paragjikim për vetën teme, paramendon njerëzit tjerë që së njohin. E pastaj edhe ma kanë thonë, plët tjerë, o zotë sajnat kom pas, këshu. Ta kanë thonë direkt, po? Po. Amo, kretë tjetër kom këtë, nuk në ndryshe. Edhe zbon me pas paragjikime njeri, për këtë e kumpate vetja. Nuk, do me thonë edhe unë kom paragjiku për ftyrat që i kumpa në foto, i që kumpa në televizion edhe... Edhe dalin krejtë ndryshe. Edhe pastaj del tjetër sen. Paragjikim jo. Shife njerin, fol, pastaj e shojmë që ndo. Kjo është e mira që në fund, ndoshta këtë kjo intervist, ka të që posilën muhabetet, Gjevdet, një gjë e mirë që po më pëlqen shumë, është pjesa e energjisë, po thu, të mirë edhe pozitive. Nëse gjithë do i kishim pa gjërat kështu që po thu mi pa me anën e mirë, po më duket që do të ishim shumë të lumtur, edhe pak kishim pas probleme. Unë jam i lumtur. E ku mështru, biro. Do me thënë, super jam. Nuk kom as një... O zot, këshu dërin fund, isha. Zjate, a? Po, zjate. Zjate zot, që këshu si jam. Shif, nuk është... E mira s'ka fond? Nuk është veç parja ajo që e ban njerin të lumtur. Njerin të lumtur e ban ajo që e pranon. Syt. Nëse ti ki energji pozitive, unë pa tjetër e kom me qenë pozitiv. Po, e ndjenë se, po mënaj, kër veç funksionan me energji... Duhet me desh njerëzit. Pa, ma, se cili e ka jetën e vetë, se cili ka problemet e veta. Kështu që kur takosh me njerës, knaqu bre, mos i trego se sa keq je. Pas shumë shok bre. Vala, po, edhe shumë shok të mirë. Edhe matë mirët. Edhe matë mirët. Du jem veç pak fotografi kështu, se... E di që ke kështu rrëth të gjërë... Tu jemi në Beograd, e kemi bo Shqiponjen. Shqiponjen, po. Kjo foto e bukur, leni kështu, leni ma gjatë. Me titin. Gjevdet, një pjesë tjetër ndoshta kur veç përmendim dukurie, fenomeret ndryshme, jo vetëm në pjesën e artit, po du me ditë, qka të shqetëson kështu në i dukuri në pjesën e shoqërisë si na, si shqiptar? A ka diçka që veç të shqetëson, unë e maj mend njëherë një postim, një status që e ke pas shumë ati, gjendja momentale e shoqënisë,
se di si ishte një shok kër i bën 2 milion euro, thot shokut në gusht këm jep 1 milion, po kur prej tash më kujtohet diçka, por kur ja lyp një këmish, i thot veç 3 i kom, diçka kështu. Ka qenë shumë, hajtë se e vendosim, se s'po di mas miri me tregu, po baja kem pat lon për shtypje, se qysh veç është një temë e caktume, një dukuri që veç sillet vërdall, pjesa e interesave, ose inate, ose çka do qofsh tjetër, po du me ditë ty, si Gjevdet, cila është një çështje që të preokupon edhe të mlefos në shoqërinë kosovare, që të pengon shumë? Mos thuj me kosovare. Shqiptare, doli kështu, gabim doli. Okej, se unë jam Kosovën e... Jo, dashta me thonë në Kosovë, dashta me thonë në Kosovë, jo, jemi bashkë, jemi një. Tash, mundën të preket dikush, që i vetëmi sen që më prekën pak mas shumë të është e kjo ndamja që i bëjnë fatkeqësisht. Ka shumë, po për mu janë shumë pak. Më dhem shumë, kur dikush të kosovar. Shumë më dhem. Qa me thonë unë? Që jam shqiptari Maqedonisë, që du Kosovën, që du shqiptarët e Kosovës, që du shqiptarët e Shqipnisë. Qa me thonë a i Preshevës? Ne shqiptarë jena. Ne nuk jemi Kosovarë, nuk jemi Sërbët, nuk jemi Maqedonë. Ne jemi shqiptarë krejt. Mas shumë ti që më dhem është kjo. Kush, qëto që këtë ndarjen kush e banë, mallkum koftë. Për mu mallkum koftë qaj që e banë ndarjen e shqiptarëve, qaj që i thotë Kosovar jena. Jo bre, s'jeni Kosovar. Nuk jeni Kosovar. Ma mirë thumë, Sërp jam se Kosovar. Si e bre Kosovar, ti je shqiptar. Kosovar është të tërkush. Kosovar janë ato që vetë fjala Kosovë vim prej Sërbëve. Edhe duhet me jartë shumë rëndë që ati shqiptari që thotë që më Kosovar. Shumë duhet me jartë rëndë. Dhe më thonë, thote një terminologi që ka shpik shkau, edhe ti me pranu, a ti ka vra gjysmën e populatës. Edhe ti e pranon me, së di, qfar zemre ka, që qaj shqiptar që i thotë unë jam Kosovar. Së di, nuk e di qyshe pranon qatë termin. Kjo është temë baja gjitho. Më dhem shumë, amo s'kom qka i boj, se cili njerë e ka drejtën e vetë me u shpre, qysh ndjetë, dikush mundet me qenë shqiptar e thotë jam Rom, është Rom të pafsha, qatë duesh banë, është jam Sërp të pafsha. Po, bashkë. E tek pjesa e statuseve dhe komenteve dhe këto temave sociale që veç e përmendem, një prej tyre që të shqetësën, pleter kom po kështu që reagon edhe për pjesën e zhvillimeve politike në vend, kudo... Qëtu e kom problemin matë, qëtu ga boj shumë. Apo? Shumë ga boj. Kom dash disa herë Facebook-un mos me qenë. Leta maja dikush tjetër edhe qatë dunë letë punë. Po. Që shembull. E kom pas një foto me komandantin, me kryetarin. O zot, shamet ma të rënda njetë nuk kom pas. Kur e kam nxjerrë qatë fotografi. Edhe ju më detyru ta hek. E ke heka? E kom hek. Dhe më thonë, sa që ka bo kë njerë o vla. Qysh jemi ne qaq, pastaj komentet në Instagram, në rrjete sociale, komentet që bjen në sy, janë ato që ti e bën faktor pastaj ata. Nëse ti përgjigjesh ati, atëre ke faktorizu ata. A ju përgjigjesh në njëra jo? Ka njëherë po, në Facebook po, ngeli të njëherë. Po. Mendo edhe pastaj më kujtohet se sa jo mi nëzet, e lëshoj. Pastaj thomë, o zot, pse merem me këta, e thash, po, më shile, ose ma mirë mos me e thonë. E kom dasht me mbajt dikush tjetër që mos sharoj. Po, që sharoj, gaboj e thonë. I tilje, me kejtë këto në gjyra që veç. Asë njerë nuk kom gabu, do më thonë, asë njerë nuk kom baj anën e dikuj. Po. Për mu është ki, kush që ka duhet e letë mendoje, me gjithë unë kadriun e du mas shumë, ama këtë
Kjo baba i këtij vendi. Baba i kësaj nahije, shqiptarëve. A kështë hy në politik, Gjevdet? A kështë hy, ndonjëherë? Zdi me bo politik, ma. Qka ka politika që nuk mundet Gjevdeti me ja dhe naj minister i... Zdi me rej. Zdi me? Zdi me rej. Politik, po nuk të mashtrova, unë ty kotësh, nuk jam politikan, unë jam idiot. Se unë për 3 ditë në nxjerrin prej parlamenti. Se du është të trife me kretë deputetet, kolegët. Që është kjo padrejtësi? Unë jam... Pra ndaj, rikë të kuje, të kartë, po. Edhe bën me shumë dashni, e jetë maksimumin, një i sinqert, kështu që mirë i keni nda rrugë. Gjevdeti politik asë njëherë. Asë njëherë. Edhe... Vetë me sen që kështu, nëse nëjherë, donë me mdonë funksion në i parti nëjherë, që të stash ju thomë, atashe për kulturë, ku donë në botë, edhe në Zimbabwe, me qenë shkoj. Vetëm që ta. Vetëm që ta, po. Që ta e du. Që mund është me jep edhe maksimumin tëndë dhe me kontribu ta ma... Me kontribu për kulturë, vetëm që ta. Do më thëmë prapë nuk ka lidhje, nuk merem me politik. Me politik, jo. Gjevdet, një pjesë tjetër shumë e rëndësishme, sepse arritëm kështu mi prejk veç disa copza, sepse me folë ndoshta në mënyrë kronologjike për rrugtimin tënd është vështirë. Po, erdhem të një pjesë familja e rëndësishme, përmendem shumë sakrifica, ambicie, qëndrimit 5 vjetë në Gjermani, shkëputje, net pa gjumë, largë familjes, largë fëmive, e di që ku të gjëgjoj kështu se histori pak është e dhimbshme Gjevdet me bo një sakrificë tepër të madhe për një profesion, të ilon anash, të ilon njerëzit e tu të afërt, po prap të e ditë pse je të e bo, edhe vinë me pas afër vetës njerëz që me të vërtet ta kuptojnë botën, punën edhe ambicet e tua. Ke pas afër vetës njerëz që të kanë kuptu, edhe vazhdoj me të kuptu Gjevdet, apo? E di që është pjesë e ndishme, si të mos kur është punat e nana. Forca jute ma madhe, Gjevdet, në këtë projekte që i ki bo, familja, ambetet? Po. Edhe se... Po, ma madhe, ja. Sakrificë më të madhe ka familje për mu. Ato më kanë ndetë, ato më kanë ditë me më duru, edhe me këtë profesion, në këtë vend, po si pate këto ma mirë lejë. Po, unë e këtyne ju kam borç këtë tjetën. Kur the, jo me fat, për pjesën e shoqënisë edhe projekteve, kjo është fati më i madh. Me fat edhe në këtë aspekt, Gjevdet, apo, sepse... Fati më i madh është kjo. Dhe më thënë, kur nuk kanë nguru, kur nuk ma kanë prish, unë shumë herë ma kanë prish, kërkoj ndjes, kërkoj, shpresoj, i kumbo më, shpresoja ua kam këthy me punën që e kumbo. Gjevdet të janë shumë emocionet të pastërta dhe të bukura, nga njerë del edhe një anë tjetër që ndoshta publiku as pak nuk e de, mendojnë që e ke pas shumë letë këtë rrugtimin tënd, projektet kanë ardhë të dera e shtëpisë edhe veç kanë thonë hajde mere sepse është e ytja edhe nuk e dinë se ndoshta sa shumë veç ke heq gjatë rrugës për me mri këtu ku je, arsye e kryesore është kjo mbrapa edhe familja. Kështu që mirë që e ndave dhe këtë pjesë me neve. Unë thashtë e kom në jastok, po ti ma paske vjedh, ma paske nëzirë të. Qëto di ka njëherë me i vjedh? Nuk e prita se dahish këtë pjesë. Po, oni, leta shofe edhe këtë onë. Duhet me pa. Nuk du me... Ma mirë është kur të shohin njerëzit
vetëm i busqeshëm. Po, okej. Jo, 50-50 jemi këto. 50-50. Në intervistat të tilla, nga njëherë duhet një me qenë që publiku, ata që veç e dojnë e punën tënde, munajnë të ndu prit një anë krejt tjetër e gjëvdetit e Intervista e di. parë mbas sa dhe edhe ato tjerat asnjëherë nuk. Okej. Do ta kthej. Pjesë e bukur e familjes edhe rrugtimit tënd, i përmendëm shumë projekte kur jemi tek pjesa e të rive dhe tek pjesa e fëmijëve, veç po du me e ditë që pjesën Gjevdet, ke kështu na i frikë për pjesën e të ardhmës tek fëmijët e tu, a ka diçka që të shqetëson, ke dëshirë ju përzi në Edhe që aty pjesën Zoti fat më ka dhënë. qenë keme fatë, nuk dhja kemi pas mësafir ma me Për një fatë zot, sësa juve. fëmijët i kam Düsseldorf, edhe janë shumë mirë, studiojnë, punojnë. Djali donte të bëhet futbollist, po i thejnë të dy kamët, edhe vazhdoj me punë, me studime. Ama vajza është në studime, shumë mirë, i kam më të bukurit edhe më të mirët në botë. Përshëndesim edhe na prej kësaj studios. Edhe ata s'kan ndeq shumë me babin e vetë, po që ato momente që unë shkoj bi, që ato momente që shkoj, rina knaqena. Ke ndryshu shumë, Gjevdet për momentit kur veç i bo kështo prind, ndryshove edhe si karakter, ndryshu në krejt prioritetet, krejt bota? Jo, s'kam ndryshu në hiq. Nuk kam ndryshu. Mu që ajo që rrethanat mi kanë shif, nëse se ke njeri unë e dur afer, njeri unë që të kupton, njeri unë që të donë, njeri unë që sakrifikon për ty, kur ta shef ambicjen se ku je, zbohesh, nuk ka shans me arri, nuk ka shans me u marrë me këtë zanat. Zanati ma i rëndë në botë është ky. Nuk ekziston, do me thonë, mjeku vind të operon kur donë. Unë jam, do me thonë, prej ditës hanë, e mendoj epizodin që të kam me gjiru nesër. Prej të hanës. Që shkam me bo, që shkam ashtu. Operacioni bo që aty për që aty. Nuk ka nësa është mjeku. Puna tjetër, punon, lodhesh fizikisht, ama me u marë me një sen tanë kohës, është shumë e ranë. Shumë e ranë, së mund është me ja spjegu as kujt. Ama pjesa e familjes ta lehtëson pak. Kur i ki që duhen edhe që të kuptojnë edhe që më të thash krejt fat jam. Po, krejt me fat. Lindëm me fat edhe gjumë në kosht plehrave. Gjevdet, po e prekem pjesën edhe të fëmijëve, që të kanë gjak kështu një ma shumë, se miki si temë, se i përket karakterit kështu. Cilit kanë gjak më shumë? Djali gjanë mamit, vajza më gjanë mu. Në qka më shumë kështu, në vese, jeni ambiciozë është edhe ajo? A me fat? Vajza është njëjtë si unë. Do me thonë, është ambiciozë edhe është me bukur në botë. Nuk ka femën më të bukur sa ajo. Ajo është e imja, ajo është e unë. Djali janë mamit, vetë edhe është shumë stabil. Nuk është si unë. Ajo është stabil, e din çka donë, edhe i gra që aty ku donë, edhe çdo fëmijë është për prindin më i bukurin botë. Dhurata më e mirë. Dhurata më e mirë e një prindit. Nuk jasë qka shton më shumë. Nëse se ke u bofsh. Faleminderit shumë për këtë urim të bukur. Gjevdet, për fund përdu me ditë prej teje,
ke nisë me bashkallajk, me gjas të presin edhe shumë projekte tutje, e di që nuk na zbulon edhe shumë detaje, po ke hy fuqishëm? Nuk po besoj që ke Nuk kom hy fuqishëm, do me thonë, janë hap dyrë tash. Hyrje e fuqishme. Edhe tash, po jam sy, po luftoj. Kam lujt me një film, e tash kam me luj kudo. Deri tash, kom refuzu nuk e di sa. Filma, gjaja, sende, vesh i kom refuzu, vesh me reklama, me sende, tash jo. Tash nuk refuzoj, tash kam me punu. Me igra, kam një film një janar, në Itali, kam në Macedoni kam tetor, një film. Tash sa lujta me një film, në shfaqjen teatr që aty ku jam me vendim edhe aty kom me punu. Serialin, veç e kom përqafu edhe Edhe t'ka përqafu dhe publiko, Gjevdet, me vetëm 2 epizoda, na e pam sa u stër diskutu hyrja yte jo vetëm në media, po edhe pjesa e reagime dhe feedbacku i publikut, kështu që është përqafu shumë mirë. Na turojnë aty veç suksese, kështu që hapat mdhej për të presin tutje, projektet mdha, edhe gjithat mira. Gjevdet, faleminderit shumë për këtë intervist që e shijova pa fond. Faleminderit shumë, edhe unë shumë e kam shiu. Faleminderit edhe juve që keni qëndru bashkë me neve deri në këto momente. Ne padyshim që do të qemi prapë bashkë të hënën tjetër, jo mos u ndani prej ekranit TV1. Këtë vëmendja në fund ka Miloti dhe Orgesi me performancën e tyre. Mirëmbëjtje. Ishim fëmijë të lisaj, sa e bukur ish me vella, hadi qiu mu në maj. Isha i strugur në ombrella, mysafir në smën e saj. Sa e bukur ish me vella, bëja veses do të qaj. Por busesha në ombrella, mysafir në smën e saj. Ky emision mundësohet nga Oliva.